domethënë do ta zhvillojnë ndeshjen 3 ose 4 ditë domethënë mbrapa tyre, duke kontrolluar edhe rezultatet e tjera. Për këtë arsye morëm një vendim që për të ruajtur një integritet të garës, të gjitha ndeshjet zhvilloheshin ditën e mërkurë në ora 16:00, ku ekipet të luajnë në mënyrë barabartë në të njëjtën orë edhe në të njëjtën datë. Okej. Klubet domethënë ranë dakord edhe kështu vendos. Do ta diskutojmë në këtë çështje. Sajmir Demi, mirë se erdhe. Sajmir, mos ndoshta duket si një lloj favorizimi ndaj një skuadre? Kjo lloj tani ashtu duhet. zhvendosje? Vetëm se duhet analizuar, domethënë, ose do gjyku nga debat, sepse është vërtet favorizim, se favorizimi është direkt, dhe ata gjithë kanë qarje të luajnë me një skuadër që është mangut, edhe si ishte pak mangut, domethënë po ishte shumë, pastaj nga ana tjetër është ajo çështja humane që nuk mund shpirti nuk varet për 90 minuta dhe lojës, nuk është e barazvlefshme. Pastaj duhet gjykuar, ka mendime të dyja, domethënë që duhet të ishin, mbase duhet të ishin më transparent federata, që mund ta them më pas, që për logjikën pse u shtyr aktiviteti, pastaj që ata janë smurë, janë unë kam pa për shumë pamjet, aty pamjet ishin të frikshme tani, gjithë spitalin e seruan, sa tash. Okej, gjithsesi është luajtur në grupin A, ku Kastrioti vazhdon të fitojë. Kemi në studio sulmuesin e skuadrës Kastriotit, Julian Malo, mirë se erdhe në studio. Malo. Keni marrë arratin, po duhet të thënë që edhe kalendarin e keni patur pak në favor. Kemi marrë arratin. Kampionati është akoma gjatë, po ne po bëjmë detyrën, vazhdojmë të fitojmë, si bën as jashtë, domethënë. Pa i nënvetësuar si kundërshtar. Shohim. Ajo dihet nga gjithë që është ndërtu Kastrioti me përbërjen që ka, që është për pa diskutim për dal kampion, po ne do vazhdojmë ndeshje pas ndeshjes, t'i vlerësojmë gjithë kundërshtarët. Shpresoj që në fund të arrijmë qëllimin. Okej, mirë se erdhe Suat Kaloshi, futbollisti Burrelit, autori i golit që ndëshkoi Korabin dhe i dha një fitore mjaft të rëndësishme. Burrelit në fakt është një fitore që ndoshta e nxjerr përfundimisht nga problemet që keni, po nxjerr ndoshta edhe Korabin përfundimisht nga gara për promocion. Është e vërtetë që me këtë fitore ne kemi siguruar gjithçka për sa i përket qëndrimit në kategoritë parë. Ishte një fitore shumë merituar e ekipit. Ishte një ndeshje që ne e kishim marrë seriozisht, pasi 2 ndeshjet e para Korabi na kishte mundur, si në Peshkupi ashtu edhe në Borrell. Dhe kishim pothuajse si një si borxh tifozave, një si tip derbit, po do të paktën që ne ta fitonim. Kështu që ne mendojmë gjithmonë për vetes, na intereson Korabi o Lezhë, këto që janë për titull. Ne mendojmë ne jemi në ato ekipe që do lozin poshtë deri në fund kampionatit, cili do ekip vjen Borrell, si vendi i parë që vendi i fundit. Okej, do ta nisim në fakt me pjesën e paluajtur të kampionatit, sepse është edhe ajo problematika kryesore, pra grupi B ka qëndruar pushim në pritje të ditës mërkurë, ku do të zhvillojnë ndeshjet e javës së 20. Ndërkohë që do të ndjekim tashmë një shënim të redaksisë së sportit në televizionin shqiptar dhe të anës sportive, pikërisht në lidhje me çdo gjë që ka ndodhur në këtë episod mjaft të rëndësishëm, pra që solli deri shtyren e kampionatit me gati 5 ditë. E ndjekim dhe kthehemi sërish në studio. Që ndonjëherë futbolli që luhet në Shqipëri të duket si pronë private e dikujt, kjo nuk diskutohet. Mjafton të jesh disi interesuar për të dhe instinktivisht bëhesh hera herës dëshmitar se si kalendari i parashikuar në fillim të edicionit nuk merret parasysh, madje deformohet me shumë lehtësi. Ndryshohen data dhe orare ndeshjesh, aq sa të duket vetja sigurie përpara asaj tabelës së pistë në stacionin e vjetër të trenit, ku asnjëherë nuk e di me saktësi kur ishte eksakt koha jonë për të nisur. Sa herë luan kombëtari e trajneri Debjazi, qoftë edhe në ndeshje miqësore, ndërpritet dhe kampionati i kategorisë së parë, megjithse nuk ka asnjë futbollist të grumbulluar dhe jo më të aktivizohet në nivel kaq të lartë. Ndërsa së fundi është shtyr gjysma e pokti i kampionati, pra saktësisht e grupit të Jugut, dhe jo pak, por për 98 orë, ndërsa arsyeja është për Guinness, ka rënë gripi në Gjirokastër. Më e keqja është se në këtë rast nuk bën punë as justifikimi. Kjo është njësoj për të gjithë. Përndryshe, nuk do të ankoheshin vetëm ata që janë të interesuar për të ruajtur ritmin e kampionatit dhe nuk i shkojnë për shtat pushimet midis semestreve, por pikërisht skuadrat që do të përfitonin direkt nga një kundërshtar me formacion të cënguar. Kështu Apollonia dhe Pogradeci janë në garë direkt me Gjirokastritët për një gjë të madhe, një vend në superiore sezonin ardhshëm.
ishte turbina që do të priste luftëtarin, një ditë pasi futbollistët që kryesojnë tabelën e klasifikimit lanë spitalin e qytetit. Dhe Cerikasve u duan ato 3 pikë më shumë se kur, pasi kërkojnë t'i shpëtojnë Rënjës një kategori më poshtë. Pra flitet për skuadra të cënuara drejt për drejt nga një vendim arbitrar i Federatës Shqiptare të Futbollit. Çfarë do të ndodhë nëse disa futbollistë në Cerik nuk do të ndjehen mirë dhe do të dërgojnë raport mjekësor në federatë, madje edhe të shoqëruar me një justifikim nga prindërit e tyre. Sigurisht që edhe grupi i Jugut do të luajë të shtunën. Por sidoqoftë, sado pedant në gjykim, një rast i tillë meriton një debat, por më gjerë pasi flitet për një rast specifik, për të cilin nuk ja vlen të shfrysh vetëm për hir të interesave të prekur. Këtu bëhet fjalë për një çështje humane. Sipas pamjeve të ofruar ato ditë, dalloheshin qartë një pjesë e mirë e futbollistëve të luftëtarit, të shtruar në spital, pothuajse në të njëjtën kohë, dhe që kërkonin ndihmën intensive të mjekëve. Dhe që t'u lihej gjithë koha që do t'u duhej bluzave të bardha, si dhe gjithë koha në dispozicion atyre djemve të ri të rikuperoheshin plotësisht, padyshim që është shumë e rëndësishme se 3 pikët e turbinës, apo edhe synimet madhore të Apollonisë e Pogradecit. Federata Shqiptare e Futbollit ndoshta duhet të tregohej më transparente në marrjen e vendimit dhe jo vetëm kaq, sepse në të kundërtën edhe reagimet vijnë me arrogancë. Atëherë Lucien e përmendë edhe pak më parë që arsyet humane. Pse duhet vënë humanizmi përpara kampionatizmit? E thash edhe pak më përpara. Në rast se një skuadër pra ka 10 ose 12 lojtarë pra të shtruar në spital pra që rrezikojnë edhe shëndetin, nuk mund të flitet më për futboll. Pra radhë parë është jeta e futbollistit, pra shëndeti, dhe pastaj është gara. Në momentin që një skuadër, nuk ka në dispozicion gjysmën e skuadrës ose edhe më tepër, është normale që një ndeshje mund edhe të shtyhet për 2 ose 3 ditë pak më vonë. A nuk është ky një favor i pastër për luftëtarin? Unë mendoj që jo, sepse gara, ato lojtarë sërish do jenë fush, si të smur, si dhe ato që janë në gjendje të mirë shëndetësore. Nëse janë të smur dhe mund të luajnë, do ishte luajtur ndeshja. Sido që tjetë ato nuk janë të disponueshëm për të qenë fush është tjetër punë pastaj. Për një javë ose edhe më tepër nuk ka kryer stërvitjen. Kërkesa e luftëtarit ishte që ta shtynë edhe pak më vonë ndeshjen, por ne nuk e pranuam në asnjë lloj mënyre, duke i sqaruar edhe njerëz që kjo javë do të mbaronte brenda kësaj jave, pra të mos kishim kapërcim javësh. Kështu që gara nuk është e cënuar. Pasi java aktuale do të mbyllet ditën e mërkurë, ndeshjet do të zhvillohen gjitha në të njëjtën ditë dhe në të njëjtën orë. Skuadrat janë të kënaqura. Gjithë skuadrat kur ja komunikuam këtë shtyre, nuk patën asnjë pretendimi dhe e pranuan. Unë kam përshtypjen që askush mes Apollonisë, Pogradecit apo qoftë edhe Turbinës nuk mund të jetë dakord me këtë lloj arbitrariteti. Malo, çfarë do të ndodhte nëse do të kishte një nga kundërshtarët tuaj, Beslidhja ose Korabi, këtë lloj problemi me lojtarë pa disponueshëm, do të shtyhej kampionati sa të rikuperoheshin lojtarët? Unë me sa di domethënë kur ndodhin këtë lloj rastesh, është ekipi ujës të njisheve, për shembull. Nuk kanë ujës të njisheve. Mund të plotësohet me lojtarë të ri? Po mund ta plotësosh me lojtarë të ri, për shembull si Turbinën, si Pogadecin, si dha tjetër për shembull i prish punë, por me që është bërë kaq e madhe domethënë që kanë qenë vërtet në spital, edhe mund pranohet domethënë se ekipi duke ditë domethënë që ekipet shqiptare deri 18 lojtarë, 20 lojtarë janë maksimumi, kupton? Si vetëm numri lojtarëve në këtë mesme. Ajo në fakt direkt të penalizon, për shembull edhe Turbina që është në luftë për ku është më mirë që gjesh për shembull një çerek skuadre me probleme. Ose lufta ose Apollonia me ato që përfitojnë direkt me që është lufta gara. Në këtë rast nuk mund të flitet vetëm për gara, ju e pyetët më parë Lucien tani që është gara përpara apo humanizmit. Sigurisht që është humanizmi përpara, ka mundësi të jetë ndrysh. Ata janë çuna të ri, siç është Mari, siç është Suati. Unë e shoh ndryshe, nga që edhe ata nga mosha janë fëmijët e mi domethënë. Kjo sa më fal, po kjo nuk ka lidhje me pjesën që ata lojtarë duhet luanin patjetër të smur aty. Ata lojtarë mund të ishin pa disponueshëm për ndeshjen dhe vazhdoi kampionati. Po si 15 vete? Po 15 vete. E para nuk janë 15 vete, janë më pak. Janë Dhe dyta,
Dhe dyta kemi shembull ndoshta jo të njëjtit nivel, po kemi Po shembull. mirë, po çka gare ndershme është edhe për ata që janë kundërshtarë kjo. Ti do të luftosh me një luftëtar që Është e njëjtë sikur skuadrat ndryshme kanë probleme dëmtime. Ti e ke nis kampionatin që të luftosh me këtë luftëtar që është në gjendje pune, jo me atë luftëtar që vjen nga Serum, se nuk ka logjika. Në 27 javë kampionat, problemet mund të jenë nga Ti më të normalisht do ndryshme. ti Dhe një skuadër mund të jetë penalizuar me dëmtime të gjata. Po thash pa sigurisht që edhe po të botet shtunën nuk është se do ishte një gafë federatës. Sepse ishte kalendari, le të gjenë me të luajnë me ekipin e trive, që thot Mario, sepse është ekipi i trive, merre fut ata e bëj çfarë dush. Po nuk është kjo logjika, nuk është kjo që ti përgjigjesh atij tjetër, sepse ti ke lojtar që janë moshatar me ata që lëvizin nga ndaj këtej. Ti ke pas atë Agastrën te Gjirokasa, një ka vaj Pogradec, ke pas, domethënë janë lojtarë që po ata plus nga mosha, plus nga gjithë ajo që japin fushë, si do edhe aty mund të humosh kampionatin me të njëjtën mënyrë që nuk është e drejtë. Ata po federata që unë them vendimi që është prepotent, e kam thënë dhe më parë edhe përsëris, është prepotent vendimi sepse ti për shembull nuk merresh gjatë javës bësh një deklaratë zyrtare që të mushësh mendjen që kanë folme edhe me klubet kundërshtare, me Apollonin edhe me Pogradecin, që Luciani thotë që kanë qenë dakord që tim thej që Pogradeci ka reaguar tani ashtu. Jo vetëm Pogradeci, por edhe Apollonia. Ata kanë qenë dakord për faktin që të shtyhen të gjitha ndeshjet. Jo që të shtyhet kampionati. Po kjo pra është normale. Po jo pra. U shtyen të gjitha ndeshjet. Por nëse do zgjidhej të shtyhej vetëm luftëtarja, po gjitha ndeshjet kanë zgjedhur të shtyhen gjitha ndeshjet. Normal pra. Po pra, po si ta pranonin dy fish disfatën, domthonë edhe të luaj dhe të lunin vetëm ata dhe jo luftëtari. Po mirë, më tani ata quhen, nuk meritojnë tani me i thonë shërim shpejt edhe të jenë. Po çunat sigurisht më. Atje në fushë siç kanë qenë kolegët e tjerë tani pse gjetë ata nuk janë dënuar me kartona më burr. Po jo në rregull, futbollistët meritojnë sigurisht që të kenë shërim shpejt, po nuk është motiv sepse siç e tha dhe Malo, janë ekipet. S'është edhe mund t'i nxjerrë fut do thosh luaj me trit, po edhe motiv për Gjirokasën nuk është mëse ja prish kampionatin. Nuk është, nëse do kampionat barabartë duhet tolerosh nga do dy anët. Tani ata janë e thotë. Çfarë do të ndodhte nëse do të ishte problemi i turbinës? Dhe jo i luftëtarit. Do veproj njësoj? Në rast se do kishe pra ky numër lojtarësh, 10 ose 12 lojtarë, dhe turbina do bëhet një kërkesë, normalisht që ndeshja mund shtyhej, s'ka ndonjë problem. E thashë një herë, neve ishim për të shtyr vetëm ndeshjen turbina luftëtari. Por duke parë insistimin e Fierit dhe të Pogradecit, menduam që të gjitha ndeshjet të zhvillohen ditën e mërkurë, pra që mos kemi pastaj edhe debat, jo pse. Gjatë gjithë periudhës do të bëjmë një lloj debati me publikun. Themi duke deklaruar që kjo ka ndodhur, këto dy klube ose tre klube që janë të interesuar janë dakord, që edhe njerëzit binden. Edhe duke nxjerrë pas se kjo është problemi. Deklarata është bërë ditën e premte, është bërë deklarata. deklarata. Po i thu për shkakun që nuk do bëj kampionat, do bëj mërkurën se kështu. Deklarata është bërë ditën e premte. Kërkesa për të shtyr kampionatin, kur erdhi Lucian? Ditën e mërkurë. Ditën e mërkurë. Dhe vendimi u mor? Ditën e premte. Ditën e premte. Por pati një komunikat për shtyp. Po, ditën e premte në mbrëmje është bërë një komunikat. Pati konsult me direkt interesuarit, flas Turbina, Apollonia, Pogradeci. Normalisht. Unë thash edhe një herë, neve ishim për të shtyr vetëm ndeshjen Turbina e luftëtari. Dhe në momentin që lajmëruam dhe ekipet, të cilat janë në garë ose në rivalitet, patëm një reagim duke kërkuar që të gjitha ndeshjet të zhvillohen në të njëjtën datë, pra të jenë barabartë. Të gjithë kundërshtarët janë barabartë. Por mendimi tim nuk ka për shembull që mund të favorizohet Gjirokasa, se përderisa është shtyr gjithë ekipet. Kjo pra është ajo ideja që jo favorizimi është. Po është favorizimi tani që këta lushin me gjysë ekipi. Ajo për shembull i ndodhi atyre, po mund të ndodhi edhe ekipi tjetër nesër, kupton? Duhet shikoj, janë kuptojmë këtë gjë, kupton po që shumë të rëndësishme europiane që kanë patur probleme me lojtarët, por nuk është shtyr ndeshja. Jo këtë nivel, kaq lart. S'kam parë ne ose s'kam dëgjuar. Shikoj, virozat dhe problemet i godasin skuadrat, lojtarët, njerëzit. Nuk kanë dëmtime fizike, po jo domethënë epidemi ose viroza. Pra se të rrallen shumë. Okej, atëherë për ta anashkaluar pak të fakt dhe për t'ju vënë kampionatin, sepse po arrim drejt fundit, është java e 20 paktën për grupin A. Lucian, kampionati duket se po zgjidhet si lart ashtu dhe poshtë. A mendon se mund të ketë një formulë më efikase për t'i mbajtur më gjatë skuadrat në lojë, sepse kemi për grupin A janë 5 skuadra pa objektiv dhe për grupin B janë 4 skuadra pa objektiv. Gati një fazë loje, kemi një numër skuadrash që janë krejt jashtë gare. Do thonë ne jemi duke menduar
për ndonjë formulë më të favorshme për të ruajtur edhe rivalitetin deri në javën e fundit, por kjo formulë është pak a shumë si formula e kategorisë superiore, pasi janë 10 ekipe, por në kategorinë superiore të kuptohet që 3 ose 4 skuadra luajnë për në Kupën e Evropës, edhe 2 skuadra për mbijetesën. Nëse në rastin konkret janë 2 skuadra, njëra që do të bjerë në kategorinë e dytë dhe një skuadër që del kampione. Megjithatë unë them që gara do jetë e pasur deri në fund, pasi janë 3 ekipe pretendente për të ngjitur në kategorinë superiore, edhe 2 ekipe të cilat rrezikojnë rënien nga kategoria për sa i përket grupit A. Edhe në grupin B është e njëjta situatë, pra rivaliteti nuk mungon, dhe unë them që deri në javën e fundit do kemi garë të pastër. Shpresoj Ashtu siç shumë, është deri tani. Ndërkohë një pjesë e klubeve ankohen për aleanca. Dhe në fakt kjo ndodh sepse një pjesë e madhe e klubeve, gati gjysma e skuadrave të çdo grupi janë pa objektiv. Ndoshta po të kishin një lloj motivi për të luajtur, do ishte më e fortë dhe do shmanget edhe kjo pjesa që ky është aleat me këtë dhe ky është aleat me këtë. Neve do të presim deri në fund e sezonit, pra në rast se gara do jetë e cënuar, pra nga këto skuadra që thonë që nuk kanë objektiva, do të shikojmë që për sezonin e ardhshëm mund gjejmë edhe formula të tjera. Formula play-offit më vjen e dytë ose vjen e tretë. Të cilat do të ruajnë rivalitetin e garës deri në fund. Për mendimin tim ajo formula play-offit vjen e dytë për shembull jep stimul, kupton se Ka kështu. diçka një minutë, se për shembull mendimi im, themi në këtë debat nuk është se vlen. Vendimi i Lysinit po se është drejtuesi i lartë i federatës. Po këto tani funksionojnë mbrapsht që gjitha dhe nuk është kjo pastaj nuk është absolutisht faji i federatës, bile është imune nga kjo. Sepse këtu ka asamble që bëhen mblidhet herë pas here dhe janë drejtuesit e klubeve që janë kohën që kjo kampionat nuk funksionon kështu ose do funksionojë më mirë ndryshe, që mund të propozojnë formula edhe kur shkojnë në asamble, shkojnë aty votojnë apo nuk funksionon kështu. Kurse ata shkojnë tani nëpër asamble që janë drejtues president dhe më thash, mbledhen vetëm nëpër kafe, edhe shkohet pastaj në asamble edhe miraton çdo gjë që i serviret përpara, ato që kanë interes vetëm ato jo, nuk kanë durim fare siç ishte këtë radhë që dëgjojnë funksionarët e federatës që flasin ose kur bëjnë bilancin financiar ose kur flasin për gjyqtarët, themi që ti për flet, edhe në fund fare ikin, edhe pastaj dalim kafe edhe propozojnë edhe ankohen e shajnë që kjo nuk funksionon kështu. Okej. Sepse ti i ke aty, bëj letrat, çoj atje edhe votoje. Pas pak do të kalojmë në një hapësirë publicitare, por ka një reagim nga Pogradeci Lucien dhe thotë që nuk u pyetën fare ata shtyma apo jo, u mor vendimi dhe vetëm na u tha. Rregulloria thotë duhet të konsultohet me ekipet që preken nga një vendim i tillë. Ka po. Më thash pra ne kemi njoftuar si Apollonin, si Pogradecin që për ndeshjen në fjalë do ketë një shtyre pasi është bërë një kërkesë nga klubi i luftëtarit. Kemi pasur një reagim negativ pasi duhet. Jo, po nuk është marrë opinion. E keni vendosur dhe vetëm keni bërë njoftimin. Ne kemi marrë vendim për ndeshjen Turbina e luftëtari. Në momentin që kemi marrë një vendim, ato janë shprehur kundër këtij vendimi dhe kanë shprehur interesin për të luajtur në një datë, në një orë. Pra të barabartë. Për këtë arsye ne vendosëm shtyrjen e kampionatit të mërkurë. Okej. Kjo është situata. Do të kalojmë të flasim për grupin A, aty ku është luajtur futboll në fakt, por përpara do të kalojmë një hapësirë publicitare dhe më pas do rikthehemi të shohim edhe rezultatet e arritura dhe kronikat e ndeshjeve të zhvilluara.